politika fatkeqësisht është bë më shumë komunikim se sa substancë. Megjithatë dash, pavarësisht ai se diskutuam më përpara, Parlamenti i 92-shit nuk po flas si ideologji, por ka pas njerëz pak të me vlera që kishin bë 5 gjona, kurse mendoj që Parlamenti është banalizuar duke ardhur. Parlamenti është banalizuar nga ana kulturale. Po të shohë sot, por Parlamenti është bërë i pasur. Sot Parlamenti është dhoma e tregtisë Shqipërisë, është parlament. Pa aty s'ka nevojë kur ti e pa i dash. Po këtë ka bë ky e drama pra. Miliarderët i ka fut parlament pas që me pare mos u afroga e drama. E bën dhe këtë teatri, po e qikë si më me teknikë. Kështu që këto e kanë prodhuar këtë sistem. Prandaj politika serioze, reale ka dalë jashtë. Kush ka pare të futun brenda, luaj role këto aty. Po mirë, me këtë logjikë do të kemi të njëjtën pamje. Po, do jetë më keq, jo të njëjtën pamje. Qofse nuk e çajnë to grupet e reja që vepru ca personazhe, ca po e them, atje që të paktën të turbullohen ujërat, të fillohet të reflektohet, do jetë më keq. Prandaj se ti thua i parlamenti, në 92-shit, nuk është sa ato ishin demokratë në pse ku që jetu ato, në Angli. Jo më burr, po ato ishin burrat nesh. Se parlamenti në 92-shit e shtynte idealizmi. Sot nuk e shtyn më idealizmi. Atëherë dash që ta mbyllim se mund të rrim sa dush, atëherë është kultura jonë, e gjithë liderëve që kemi pas, pa përjashtim, që ne kur vim për pushtetit, kur vim pushtet në zdum zbresi mo për i kali, dhe kjo fillo për gjithë partitë, as një s'do me elon, as partinë, as pushtetin, as gjo. Dhe pra ne burrat e 10 shteteve, shifen nga ajo çka kanë bo për vendin e tyre, jo sa gjatë kanë jetë. Dhe Washington po e mori me erdhi, thanë me mor mandat në tretë, me u bo dhe mret. Jo, tha. Se unë luftova mretnin, tha. Pse kanë bërë ato 2 herë. Kurse ne nuk heqim dorë, as nga parti që janë me antarë të një mikrobuzit, nuk heqim dorë. Po nuk heqim dorë gjalla vdek. Pra ne, çfarë do akoma të tritansheon politik, çfarë do të sjellë? Nuk e di më ai do ka punë të vete me atë Tash i bëj thirrje tiranësve. Më pse tiranësve, të gjithë njerëzit që janë shqiptar. Po tiranësve janë rralltar. Të votojnë numrin 9. Dashehin. Në radhë pare kanë si detyrim si Tiranës, që Tirana të ketë përfaqësimin e vet në parlamentin shqiptar, në politikën shqiptare, dhe pavarësisht kritikave, unë mendoj që Dashi është nga ato politikan që as nuk e akuzon njëri për vjedhje, as për korrupsion, as për vila, as për saltanete, është një i Dash si 90-ën, del në kom, pa bodyguard, pa makina luksoze, pa makina shoqëruese, dhe është njëri i shtrin në gjindjen e Tiranës dhe tiranësve, pra ne mendoj që tiranësit e kanë detyrim numri 9, shifen e mirë kur shkoni ke kutia votimit, numri 9, Dash Shehi.